Dënuarit për aksidentin në Llazkars nuk janë paraqitur ende në burgun e Idrizovës. Kryeministri Mickoski sqaron dilemat, nuk do të ketë resort të rinj në qeveri. Katër kompanive lidhja e odave ekonomike dënohen për koordinim të ndaluar në treg. Parlamenti i Italis miraton dënimin me burg të përjetshëm për femicidin. Përshëndetje të nderuar shikues, mirë se takohemi në lajmet orës 15:55 në televizionin Shenja. As pas 6 viteve dhe të aksidentit në Llazkars dhe 7 muaj pasi vendimi për dënimin e tyre është bërë i plot fuqishëm, dy të dënuarit Durmish Beluli, pronari Durmoturs dhe Remzi Miftari, përgjegjës për transportin, nuk e kanë vuajtur asnjë ditë burg. Me ankesa për shëndetin e tyre, ata kanë arritur të shpëtojnë mbylljes prapagrilave gjithë këtë kohë, gjë që ka bërë që Miftarit të mos jetë i kapshëm për organet e rendit dhe për të shpallur flet arrest ndërkombëtar. Kurse Beluli duhet të paraqitet në burgun e Idrizovës më 1 dhjetor. Në Maqedoninë e Veriut është bërë praktik që kur persona që kanë bërë krim zbulohen, jo vetëm që nuk japin llogari, por ata thjesht zhduken. Dhe për çudi, askush nuk di gjë dhe nuk ka parë gjë, as se si ata kanë arritur ta kalojnë kufirin. Kështu ndodhi edhe me Remzi Miftari, njëri nga të dënuarit me 10 vjet burg në rastin e aksidentit në Llazkars, ku përpasoi vdiqjen 16 udhëtar. Ai është i pakapshëm për organet e rendit dhe MPB ka lëshuar flet arrest ndërkombëtar. Fotografia e Miftarit tashmë qëndron në faqen e MPB-s tek persona të cilët kërkohen ndërkombëtarisht, krah funksionarëve Vasko Kovacevskit, Artan Grubit e Përparim Bajramit. Dy përgjegjësit kryesor për këtë tragjedi, Durmish Beluli, pronari Durmoturs dhe Remzi Miftari, përgjegjës për transportin, edhe 6 vjet pas tragjedisë dhe 7 muaj pasi vendimi për dënimin e tyre është bërë i plot fuqishëm, ende nuk kanë vuajtur asnjë ditë burg. Vendimi gjyqësor për vuajtjen e dënimit të tyre është bërë i plot fuqishëm në 9 maj të këtij viti. Metoda më e zakonshme e personave që duhet të hyjnë në burg dhe prolongojnë atë është shfaqja e problemeve shëndetësore. Miftari dhe Beluli nuk kanë shkuar në burg sepse në të njëjtën kohë ishin operuar, edhe atë për të njëjtin problem shëndetësor. Pas disa prolongimeve për të shkuar në burgun e Idrizovës, me arsyetime se është i sëmur dhe se duhet të kryej intervenim kirurgjik, ai nuk ka shkuar në burg as pas operimit. Me 18 nëntor, gjykatësi i procedurës nga gjykata e Gostivarit ka kërkuar arrestimin e tij me forcë, por si duket tashmë ishte vonë sepse policia nuk arriti ta gjejë atë. Me 10 vjet burg është i dënuar edhe pronari Durmoturs Durmish Beluli, i cili po ashtu i operuar, ende nuk e ka nisur vuajtjen e dënimit, por pas disa prolongimeve ai në burgun e Idrizovës duhet të paraqitet më 1 dhjetor, ditën e hënë. Më 9 maj 2025, gjykata e apelit solli vendim për 2 fishim të dënimeve për 2 të akuzuarit kryesor për këtë rast, edhe atë Belulit nga 4 vite i arriti dënimin në 10 vite burg, kurse Miftarit nga 6 në 10 vite burg. Seanca gjyqësore për këtë rast nisi në shtator të vitit 2019. Më 25 janar 2024, për veprën penale kryerje e krimeve të rënda kundër sigurisë së njerëzve dhe pronës në trafik, që rezultoi në aksident të rënd trafiku pranë fshatit Llazkars, u shqiptuan këto dënime: 14 vite burg për shoferin e autobusit Manuel Trifunovskin. Durmish Beluli, pronari Durmoturs, mori dënimin më të butë nga të gjithë, 4 vite burg. Remzi Miftari mori 6 vite burg dhe punonjësit e qendrës teknike të kompanisë Igor Gjorgjevski, Goran Dukovski dhe Jan Bovarski morën nga 5 vjet burg secili. Aksidenti fatal në Llazkars ndodhi më 13 shkurt të vitit 2019, në të cilin humbën jetën 16 udhëtar, kurse 35 prej tyre morën lëndime të rënda. Autobusi Durmoturs, i cili qarkullonte në relacion Shkup-Gostivar, rreth orës 17 në autostradën Tetov-Shkup afër fshatit Llazkars, e humbi kontrollën dhe ra në humner, pasi theu gardhin mbrojtës në autostradë. 77 deputet kanë deponuar në nënshkrimet e tyre për nismën për të formuar një komision anketues parlamentar
Për të hetuar tragjedit në diskotekën Puls në Koçan, zjarrin në spitalin modular në Tetov, aksidentin e durmëturësit në Llazkars dhe aksidentin e Besatransit. Kryetari i grupit parlamentar të Vlenit Bekim Qoku deklaroi se në asnjë rast rasti tragjik i shkaktuar nga faktori njeri nuk duhet trajtuar si epizod i veçuar apo i izoluar. Të hënën, parti që përbën koalicionin qeveritar, VMRO, DPMN, Vlen dhe Znam, kanë ndërmarrë një nismë për të formuar një komision anketues parlamentar për të hetuar tragjeditën në diskotekën Puls në Koçan, zjarrin në spitalin modular në Tetov, aksidentin e durmoturësit në Llazkars dhe aksidentin e Besatransit. Sot për këtë është prononcuar kryetari i grupit parlamentar të koalicionit të Vlen, Bekim Qoku. Për këtë nismë, në shkrime kanë deponuar 77 deputet në kuvend. Qoku tha se asnjë rast tragjik i shkaktuar nga faktori njeri nuk duhet trajtuar si epizod i veçuar apo i izoluar. Qëllimi i komisionit është të vërë para përgjegjësisë funksionar publik, bartës të detyrave institucionale dhe persona të tjerë të përfshirë, si dhe të vlerësoj mënyrën e veprimit të institucioneve para, gjatë dhe pas ngjarjeve. Qoku sharoi se komisioni anketues do të formohet në bazë të nenit 124, paragrafi 5 të rregullores së kuvendit. Ai do të përbëhet nga 15 anëtar dhe zëvendësit e tyre, prej të cilëve 7 anëtar do të propozohen nga grupi parlamentar i VMRO-DPMN-s, 2 nga grupi parlamentar i LSDM-s, 2 nga grupi parlamentar Fronti Evropian, 2 nga grupi parlamentar Vlen, 1 anëtar nga grupi parlamentar Znam dhe 1 anëtar nga grupi parlamentar Levica, ndërsa me të do të kryesojë një deputet nga radhët e partive opozitare. Një person do të mbajë njëkohësisht postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit të mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor. Këtë e ka deklaruar sot kryeministri Mickoski, duke i dhënë fund spekulimeve për ndryshime në kulaçin qeveritar që është caktuar më herët. Për herë të tretë do ta përsëris, nuk do të ketë resor të rinj, ka deklaruar Mickoski. Fundi i nëntorit do të sjell emra të rinj, por dikastere të njëjta. Kryeministri Kristian Mickoski tha se një person do të mbajë njëkohësisht postin e zëvendës kryeministrit dhe ministrit. Ky vendim lidhet me plotësimin e resoreve të lira pas largimit të Izet Mexhitit nga posti i ministrit të mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor dhe zëvendës kryeministrit të parë pasi u zgjedh kryetari Çairit. Nuk e di nëse më dëgjoni, ja për herë të tretë do të përsëris, nuk do të ketë resor të rinj. Mirë, ja do të jem më preciz, nuk do të ketë edhe një njeri plus, edhe ministër për diçka, edhe ministër për diçka. Ndërkaq, i pyetur se kush do të jenë këta emra të përveçshëm që do t'i plotësojnë këta funksione, Mickoski tha se gjithçka do të dihet të hënën, ndërsa nuk mohoi emrat e figurave të cilat janë përfolur në opinion tash e ca javë. Mund të them se këtë javë do të dihen emrat, por mund të them ajo që është e sigurt është që ata resor, ato dikastere që ishin deri më tani në qeveri partitë politike që e përbëjnë koalicionin Vlen do t'i mbajnë, kështu që këtu nuk do të ketë ndryshime shtesë, nuk do të ketë sektor shtesë, kështu që kjo marrëveshje në kuadër të koalicionit ton, ndërsa rreth emrave pres të hënën t'i dorëzoj pasi të kristalizohen, por janë emrat që lart poshtë qarkullojnë në opinion. Kujtojmë se nga koalicioni Vlen tashmë është prezantuar zyrtarisht Bekim Sali si kandidat për zëvendës kryeministër, ndërsa në pozitën e ministrit të mjedisit jetësor dhe planifikimit hapësinor, në opinion po qarkullon emri Muhamet Hoxhës si kandidat i mundshëm. Në Shkup u organizua konferenca rajonale Prioritetet strategjike të NATO-s, BE-s dhe Europës Juglindore në rendin ndërkombëtar multipolar. Folësit në këtë konferencë deklaruan se kërcënimi i vazhdueshëm nga terrorizmi, sfida sistematike që vjen nga ngritja e Kinës si dhe operacionet hibride dhe sulmet kibernetike, po riformsojnë kornizën strategjike mbi të cilën është ngritur NATO. Në organizim të Ministrisë së Punëve të Jashtme, Fondacionit Konrad Adenauer në Shkup organizua konferenca rajonale Prioritetet strategjike të NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Evropës Juglindore në rendin ndërkombëtar. Nikoqiri i këtij eventi Timço Mucunski deklaroi se kërcënimi i vazhdueshëm nga terrorizmi, sfida sistematike që vjen nga ngritja e Kinës, si dhe operacionet hibride dhe sulmet kibernetike, po e reformojnë kornizën strategjike mbi të cilën NATO i bazon politikat dhe përgjegjësitë e saj.
Jetojmë në një mjedis gjeopolitik, ku kërcënimet janë dinamike, të ndërlidhura me shumicën e rasteve të paparashikueshme. Militarizmi agresiv rus, i forcuar me kërcënime hibride dhe kibernetike, të drejtuara ndaj aleatave, kërcënimi vazhdueshëm nga terrorizmi, sfida sistemike që vjen nga ngritja e Kinës, si dhe operacionet hibride dhe sulmet kibernetike, po e riformosojnë kornizën strategjike mbi të cilën NATO i bazon politika dhe përgjigjet e saj. Këta faktor nuk janë vetëm sfida të sigurisë, por edhe një sfidë thelbësore diplomatike për ruajtjen e rendit ndërkombëtar të bazuar në rregulla. Ndërkaq ambasadori e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Shkup Angela Aguilar në këtë konferencë foli për agresionin rus mbi Ukrainën, tha se momenti është kompleks dhe sfidues, e këtë konferencë e cilësoi si të gjelluar. SBA qëndrojnë fuqishëm për krah NATO-s dhe me partnerët tonë nga NATO dhe jemi të përkushtuar të sigurojmë që ky të mbetet partneriteti më i fuqishëm, më i qëndrueshëm dhe më mirë i përgatitur për t'ju përgjigjur kërkesave të botës së sotme të trazuar. Gjithsesi, NATO mund të bëhet më e fuqishme vetëm nëse secili vend antar përforcon aftësitë e tij. SBA-t investojnë në mbrojtje jo sepse kështu kanë zgjedhur, por sepse kjo është e nevojshme për sigurinë, sovranitetin dhe mënyrën e jetesës. Ftojmë secilin vend partner të bëjë të njëjtën. Në këtë konferencë ndërkombëtare me porosi doli edhe zëvendës sekretarja e Aleancës së NATO-s, ish-ministra Radmila Shekerinska. Ajo tha se partneriteti mes NATO-s dhe Bashkimit Evropian tani është më e fortë se kurdoqoftë ndonjëherë. Maqedonia e Veriut dhe Agjencia Europiane e Rojës Kufitare dhe Bregdetare kanë shkruar memorandum mirëkuptimi mbi mekanizmat e ankesave në lidhje me aktivitetet e kryera nga Frontex në Maqedoninë e Veriut. Siç njoftoi Ministria e Punëve të Brendshme e vendit, ceremonia zyrtare në nënshkrimit është zhvilluar në selinë e Frontexit në Varshavë të Polonisë, me pjesëmarrjen e shefit të kabinetit të ministrit të Brendshëm Risto Stavrevski, si dhe këshilltari shtetëror në kabinetin e ministrit të Brendshëm Vladimir Velkovski. Qëllimi dhe fushveprimi i këtij memorandumi mirëkuptimi është të sigurojë bashkëpunimin mes dy mekanizmave ekzistues të ankesave brenda kompetencave të tyre, përkatëse për shkëmbimin e informacionit në lidhje me pretendimet për shkelje të drejtave themelore gjatë të gjitha aktiviteteve operative të Frontexit në territorin e Maqedonisë së Veriut, tha ministria. Në këtë aktivitet njëkohësisht u mbajt një takim i krerëve të policisë kufitare, në të cilin morën pjesë përfaqësues të Departamentit të Çështjeve Kufitare dhe Migracionit të Ministrisë së Punëve të Brendshme, ku diskutuan përgjigjet operative ndaj sfidave aktuale të sigurisë në kufi. Katër kompani të tregtimit me pakisë të produkteve ushqimore dhe lidhja odave ekonomike janë sankcionuar nga Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës me një total prej 13.443.000 denarësh për koordinim të ndaluar në treg. Kompanitë u sankcionuan për marrëveshjen e përbashkët të 5 shkurtit 2025, kur anë dakord të mos pranojnë çmime të reja nga furnitorët. LSM-ja, si nxitse e këtij harmonizimi, mori gjithashtu gjobën e saj. Komisioni për Mbrojtjen e Konkurrencës ka goditur me gjoba të rënda 4 kompani nga sektori i shitjes me pakisë të produkteve ushqimore, si dhe lidhjen e odave ekonomike të Maqedonisë. Totali i sanksioneve arrin në 13.443.000 denar. Sanksionet janë shqiptuar pasi komisioni ka konstatuar se kompanitë dhe LSM kanë marrë pjesë në marrëveshje të ndaluar ose sjellje të harmonizuar, me që rast e kanë dëmtuar konkurrencën. Secila prej shoqërive tregtare është gjobitur me nga 3.075.000 denar, ndërsa shuma e gjobës që i referohet LSM-s që ka qenë koordinator është 1.143.000 denar. Komisioni për vendimarrje për kundërvajtje pranë Komisionit për Mbrojtjen e Konkurrencës ka marrë një vendim me të cilin ka konstatuar se 4 shoqëri tregtare, si dhe lidhja e odave ekonomike të Maqedonisë si koordinator, kanë marrë pjesë në një marrëveshje të ndaluar dhe ose sjellje të harmonizuar në kuptim të nenit 59 të ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Nga KMK thonë se në procedurë është konstatuar se në një takim të mbajtur me 5 shkurt 2025, pjesëmarrësit kanë arritur një qëndrim të harmonizuar për mos
pranimin e çmimeve të reja ose të rritura nga furnitorët. KMK theksoi se me këtë është zëvendësuar gjendja e sjelljes së pavarur në treg me koordinimin praktik dhe se ky lloj veprimi, i cili paraqet të ashtu quajtur kufizim të konkurrencës, është rrepsisht i ndaluar sipas ligjit për mbrojtjen e konkurrencës. Gjobat janë shqiptuar me qëllim parandalimin e shkeljeve të ardhshme dhe mbrojtjen e konkurrencës së lirë në treg. Në 4 orë organizoi edicionin e 3 të Tech Talks duke u fokusuar te karrierat alternative në teknologji që nuk kërkojnë kodim, por ndikojnë në zhvillimin e produkteve dhe bizneseve. Panelistë si Rezon Karpuzi, Arta Mustafa dhe Arlind Musliu ndanë përvoja dhe këshilla praktike me pjesëmarrësit. Diskutimet përfshin rolin e profesionistëve jo teknik, kërkesat e tregut dhe mënyrat për të hyrë në industrinë e tech pa background në programim. Në 4 orë zhvilloi edicionin e 3 të Tech Talks, një seri panelesh që synojnë të sjellin perspektiva të reja mbi industrinë digjitale dhe rolet në zhvillim brenda saj. Këtë herë fokusi ishte te karrierat alternative në teknologji, pozicione që nuk kërkojnë kodim, por që kanë një ndikim të madh në dizajnimin dhe funksionimin e produkteve dhe bizneseve teknologjike. Sapo e përmbyllim edicionin e 3 të 4 orë Tech Talks, ku panelisti kishim Rezon Karpuzin, Arta Mustafën dhe Arlind Musliun. Isha shumë i kënaqur prej pjesëmarrjes publike, si dhe prej panelistëve që të gjithë ishin profesionalistë të degësve të respektive. Ideja e 4 orët është ta formojmë një komunitet ku të gjithë mundemi të inspirojmë të rinjt dhe të japim një pikpamje të re në botën e teknologjisë dhe shpresoj mbas eventit të sotshëm të jemi afru këtij qëllimi ose ta kemi arrit. Diskutimi trajtoi tema si roli profesionistëve jo teknik në kompani, kërkesat e tregut për profile alternative, mënyrat si të rinj mund të hyjnë në industri pa background në programim dhe evolucioni i karrierave në ekosistemin lokal të tech. Pjesëmarrësit patën mundësi të përfitojnë nga përvoja e panelistëve, të marrin udhëzime praktike dhe të angazhohen në bisede të hapura me komunitetin. Eventi u zhvillua në hapësirat e Inox dhe shënon një tjetër hap për në 4 orë drejt ndërtimit të një platforme të qëndrueshme për edukim, inovacion dhe bashkëpunim. Policia e Kosovës ka njoftuar se persona të panjohur kanë dëmtuar një pjesë të kanalit të Iber Lepensit në territorin e komunës së Zubin Potokut. Dëmtimi dyshohet të jetë kryer me mjete të forta. Rasti është cilësuar si azjesim apo dëmtimi pronës, ndërsa hetimet po vazhdojnë për identifikimin e autorëve dhe sqarimin e motiveve të incidentit. Kujtojmë se kanali i Iber Lepensit ishte sulmuar edhe më 29 nëntor 2024. Policia e Kosovës kishte thënë se sulmi është kryer me lëndë shpërthyese deri në 20 kg. Kanali Iber Lepens furnizon me ujë nga liqeni i Ujmani gjithë veriun e Kosovës, rajonet e Mitrovicës, Prishtinën me rrethin, si dhe korporatën energjetike të Kosovës për ftokjen e termoelektranave të saj. Ministria e Shëndetësisë e Palestinës ka bërë të ditur se të paktën 33.000 gra dhe vajza palestineze janë vrarë në sulmet izraelite gjatë 2 viteve, transmeton Anadolu. Ky njoftim vjen në një deklaratë të lëshuar nga Ministria e Palestineze në shënimin e ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Duke cituar shifrat nga zyra për media e qeverisë Gazës, Ministria tha se më shumë se 12.500 gra dhe 20.000 fëmijë janë vrarë nga zjarri izraelit në Gaza që nga tetori vitit 2023. Izraeli theksoi ministria kryen krime sistematike kundër grave palestineze, duke përfshirë gjenocid, vrasje jashtë gjyqësore, zhdukje me forcë, ndalim arbitrar dhe administrativ, torturë dhe dhunë seksuale, prishet e shtëpive, konfiskim të tokës, uri dhe friksim. Mëtej, ministria akuzoi Izraelin për përdorimin e mjeteve dhe teknologjive të avancuara të mbikëqyrjes, duke përfshirë inteligjencën artificiale dhe spionazhin kibernetik për të shënjestruar dhe terrorizuar palestinezët, veçanërisht gratë. Që nga tetori i vitit 2023, ushtria izraelite në luftën 2 vjeçare ndaj Gazës ka vrarë gati 70.000 njerëz, ka plagosur rreth 170.000 të tjerë, si dhe ka kthyer pjesën më të madhe të enklavës në rënoja.
Parlamenti i Italisë ka miratuar një ligj që e bën femicidin krim që dënohet me burgim të përjetshëm, transmeton Anadolu. Antarët e dhomës së ulët të Italisë dhe dhomës së deputetëve votuan unanimisht në favor të ligjit, ndërsa bota shënoi ditën ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj grave. Kjo vjen pasi qeveria e kryeministres Giorgia Meloni në muajin mars miratoi një projekt ligj që për herë të parë prezantoi për kufizimin ligjor të femicidit në ligjin penal të vendit dhe dënon atë me burgim të përjetshëm. Jam shumë e kënaqur me miratimin nga parlamenti të projekt ligji që e paraqet krimin e femicidit, tha Meloni sipas agjencisë së lajmeve ANSA. Në një raport tjetër, ANSA citoi të dhëna nga Agjencia e Statistikave të vendit, Instituti Kombëtar i Statistikave, të cilat zbuluan se 106 vrasje të grave ndodhën në Itali në vitin 2024, pothuajse një vrasje çdo 3 ditë. Presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen e ka përshkruar situatën rreth luftës në Ukrainë si të paqëndrueshme dhe të rrezikshme dhe ka akuzuar Rusinë se nuk ka qëllim të vërtetë për t'u angazhuar në bisedime paqeje. Komentet e saj erdhën pak para se zëdhënësi i Kremlimit Dmitri Peskov të thoshte se ishte e parakohshme të flitej për arritjen e një marrëveshjeje paqeje. Von der Leyen ka thënë se Ukraina ka nevojë për garanci të forta sigurie të afta për të penguar çdo sulm të mëtejshëm, duke argumentuar se Rusia ende mban një mentalitet të pas luftës së dytë botërore dhe e shihte kontinentin evropian si një sferë ndikimi. Bisedimet këtë javë në Gjenevë dhe më pas në Abu Dhabi kanë bërë që Ukraina të bie dakord për thelbin e një marrëveshjeje paqe, pasi u bën ndryshime në një plan fillestar për 28 pikash, i kritikuar gjerësisht si në favor të Rusisë. Zelenski ka thënë se drafti i ri përfaqësonte qasjen e duhur, por sipas tij mbeten pika serioze mosmarrëveshjeje me Rusinë. Udhëheqësit evropian kanë këmbgulur që atëherë se do të kenë nevojë për një vend në tryezë përpara se të arrihen ndonjë marrëveshje përfundimtare se si t'i jepet fund luftës. Këngëtari i njohur i pop muzikës Shpat Kasapi ka ndërruar jetë sot herët në mëngjes pas një sulmi në zemër. Artisti nuk ka arritur t'i mbijetojë atakut kardiak, ndërkohë që nuk ka pasur probleme të tjera shëndetësore. Shpat Kasapi ishte një nga emrat më të dashur të skenës muzikore shqiptare. Kasapi ishte i lindur më 1 maj 1985 në Tetov, ndërsa jetonte në Shkup. Karrierën e nisi në fillim të viteve 2000 dhe shumë shpejt u shndrua në idhull të rinisë fal stilit modern, melodive të lehta dhe energjisë në skenë. Kasapi mori pjesë në festivale të rëndësishme dhe bashkëpunoi me artistë të njohur. Prej vitesh, Shpati ishte një figurë e rëndësishme e muzikës pop shqiptare, duke ruajtur popularitetin me stilin e tij karakteristik. Ai ka lënë pas bashkëshorten Selvien dhe djalin Roelin. Familjarët dhe shokët e tij më të ndjerit të Shpat Kasapit kanë pranuar ngushëllime nga shumë qytetarë, kolegë, fytyra publike dhe nga politikanë. Ndërkaq që edhe televizioni Shenja shpreh ngushëllime të sinqerta për familjen e ngushtë të Shpatit, shokëve dhe gjithë ata që e njohën. Shikues të nderuar, këtu është fundi lajmeve. Ju falenderoj që qëndruat me ne. Mirupafshim.